Më ka rastisur para disa ditëve me një qytetar që kërkoi të takoheshim dhe u takuam. Në bisedë sipër i tregova shahadetin dhe i theksova fjalën rob. Pse tha, nuk është i biri i Zotit? Vëllezër të nderuar, një njeri shumë dashamirës, një njeri i cili kishte dëshirë të mësonte për Islamin, por vetëm thjesht kishte dëgjuar nga larg apo nga rrjetet sociale. Në një moshë të rritur, por e kishte konceptuar sikur pejgamberët nuk janë njerëz si ne. E kishte konceptuar në ideologjinë e katolicizmit, të krishtërimit, që këta pejgamber janë bijtë e Zotit, të cilët i ka zbritur nga qielli dhe njerëzve u tregojnë se si të jetojnë fenë e të bijve të Zotit sipas mentalitetit. Prandaj është shumë e rëndësishme që t'ju tregojmë njerëzve se pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot Allahu i madhëruar në Kur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dhe ne tashmë ju dërguam juve një pejgamber nga mesi juaj, një njeri si ju.